Duhet të keni kujdes kur i lani xhaketat e dimrit, mos bëni këto gabime. Xhaketat e dimrit janë ndër rrobat që lahen më rrallë, por edhe ndër më të dashurat gjatë muajve të ftohtë. Pas një sezoni të gjatë të përdorimit, ato shpesh mbeten me aroma të pakëndshme dhe humbasin freskinë e tyre. Lajmi i mirë është se, me disa hapa të thjeshtë xhaketat mund të pastrohen në shtëpi pa pasur nevojë për kimikate ose pastrime të thata. Si fillim, lexoni etiketat për të zgjedhur programin e duhur. Para se t'i fusni në lavatriçe, kontrolloni etiketat. Nëse xhaketa është e mbushur me pupla ose mikrofiber, ajo mund të lahet në makinë, por vetëm në programin për rroba delikate me ujë të vakët. Kujdesuni me tharjen, sekreti është topi i tenisit. Vendosni topa tenisi në lavatriçe kur i lani rrobat tuaja. Nëse nuk keni tharse, atëherë duhet t'i thani ato me një peshqir për 30 minuta, t'i tundni me dorë edhe sidomos në kapuç dhe në shpatulla derisa të thahen plotësisht. Shmangni gjithashtu edhe të gjitha gabimet e larjes së tyre me ujë të nxehtë, pasi mund të dëmtojnë rrobën tuaj.